Bexhet Pacolli ka shkruar ditën e dieshme në Facebookun e tij të status të dashur miq. Çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim? Është titulli i shkrimit të tij në rrjetin e tij social Facebook. Ai thotë pikërisht tani që ndërtimit të aeroportit po i vjen fundi, çfarë janë këto ofendime? Kush po orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë për vetë se po përpiqem të mbroj pronën time, thot, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë që dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm, thot, me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale, të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private. Asnjë qindark publike, çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Faktet, dokumentet dhe Zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lë thot në Vlorë një trashëgimi duke ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet. Por një gjë është e sigurt. Nuk mund të duroj më këtë padrejtësi kur përbaltet e emri, dinjitetin dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë. Ky ka qenë prononcimi që ka bërë zoti Pacolli dhe kujtojmë këtu që para 2 javëve kemi patur një takim urgjent ëndrin në kryeministri, në cilin zoti Pacolli u pa me një dosje dhe i shqetësuar dhe që flitej që arsyeja e atij takimi urgjent në kryeministri me kryeministrin e shtetit shqiptar zotin Edi Rama ka qenë pikërisht për aeroportin e Vlorës. Zëra dhe thashë theme të cilat siç duket po marrin të drejtë për shkak të këtij problemi dhe për shkak të kësaj përplasje. Tani ajo që shtrohet në diskutim është që realisht u kemi të bëjmë me aplikimin dhe me kriteret dhe standardet ligjore, duke pasur parasysh cënimin e sigurisë publike, duke qenë se aeroportet janë një nga shtyllat e sigurisë publike dhe këtu realisht ka ndonjë financim që vjen nga para të cilat mund ta cënojnë sigurinë kombëtare nëpërmjet lidhjeve të errta apo veprimtarive të errta apo interesave të errta financiare që mund të ketë një shtet ose një organizatë e huaj, apo kemi të bëjmë me një konflikt interesi në të cilin zoti Pacolli dhe kompania e tij si thuaç nuk i duhet më tashmë që kjo vepër publike po përfundon. Si e ke parë dhe si e shikon këtë debat dhe këtë tymnaj të ngritur? Tani me aq sa kam lexuar unë se me informacionet që janë, pretendohet se zoti Pacolli ka pas 58% të kuotave ose më saktë aksioneve të aeroportit Vlorës. Pastaj zoti Vasil Lupo, e ka ky Luko, diçka e tillë, se mbaj mend mbi emrin fiks, ka pasur pas para nisjes punimeve, Valon, se thash Valon Luko? Po. Ka pas para nisjes punimeve 2% të kuotave dhe në mes këtyre Valon Ademi. Ademi? Po. Nëse mos e ka gabim Ademi, po nëse. Ka pas 2% të kuotave dhe ka qenë një kompani turke kryesisht që ka shërbyer për të marrë për shkak të eksperiencës apo profilit të saj është shërbyer për të marrë punën si thuaç ose në dorëzim kredencialet. Vetëm ndryrë, ndjes. Po, situata ka qenë kështu. Kur ka nisur koncesioni ka qenë 3 aksioner. Po, 2%. Ka qenë Mabbo Konstruksion me 58% që është kompania e zotit Pacolli. Tani i themi me emra mos i ngatrojnë njerëzit me kompani. Po, YDA Group, pra kompania turke me 40% dhe 2A Group që është kompania e zotit Valon Ademi, 48 kishte. 40, më thotë tu. 40, 58, po, 2%. Po, dhe 2% ka pasin 2A Group i zotit Valon Ademi. Valoni. YDA Group, kompania turke, pra është përfshirë në koncesion për shkak të përvojës së saj në ndërtimin dhe aeroportit me 40% aksioneve që të justifikojë konsorciumi. Patjetër mëse nuk mund të jepet çdo kur kalon një koncesion ose i tender, edhe një tender kur jepet apo i koncesion, kompania që do të hyjë për koncesion do të ketë do të përmbushë kushtet për të marrë koncesionin apo tenderin, kështu që në këtë koncept këta e kanë marrë tenderin nëpërmjet kompanisë turke. Po. Me përfundimin e punimeve, se këtu ka mbaruar, këtu ka nisur konflikti, me përfundimin e hetimeve, po, kompania turke, e cila ka shërbyer vetëm për këtë pjesë, ka dalë nga aksionet. Po, nga ortakëria. Ortakëria. Zoti Pacolli vazhdon të ishte me 58% dhe zoti Valon Ademi me 2%. Tani, me sa di unë ose informacionet janë që zoti Valon Ademi është bërë dhe 47% aksioner për shkak të shitjes aksioneve nga kompania turke. Po, që do të ishte diku te
nuk 47 besoj se i ka marrë nga kompania turke sepse zoti Ademi pretendon se këta Pacolli me Ademin kanë rënë dakord që me nisjen e punimeve ky zotëria të mbaj borxhin bankar që është marrë një bank niveli 2, Banka Kombëtare Tregtare, BKT-ja, pra, 6 milionë euro. Që kryesisht kanë dhe atë është turke si bank, Po. që kanë lidhen, 60.000, një shifër për 60 milionë euro dhe sipas dhe detyrimin, zoti Ademi pretendon se detyrimin për shlyerjen e kapitalit të bankës, pra që është marrë hua, e ka bërë zoti Ademi me nisjen dhe mbarimin e punimeve. Kështu që prandaj zoti Ademi pretendon, paktën ky kështu thuhet në konflikt, derisa të hapen kontratat, se s'po din tani, dikush pretendon. Po, s'është bërë publike akoma realisht kontrata dhe si janë shtyr detyrimet qendrën kombëtare të biznesit, kush figuron realisht pronari kotave. Nuk është bërë ajo, pra, po ka dy momente. Një moment është kur këta të dy e bëjnë bashkarisht dhe publikojnë të qendra QKB-ja, pra Qendra Kombëtare e Biznesit, dhe momenti i parë është kur këta të dy e bëjnë kontratë notariale ku ndahen kuotat. Te kontrata e parë, që është notariale ku pretendohet, pra pa kaluar në QKB, zoti Ademi pretendon se kanë rënë dakord për këtë pjesë. Dhe zoti Ademi do të tregoj kontratën që kanë rënë dakord për kuotat që kanë kaluar tit për shkak të mbarvajtjes së punimeve që ka bërë në aeroport dhe shlyerjen e parave të bankës që është marrë hua. Kështu që në këtë koncept, zoti Ademi pa parë kontratën, ne nuk e faktojmë dot që ka apo s'ka të drejtë apo cila parë ka të drejtë. Ama marrëdhënie kontraktuale që kanë midis njëri tjetrit, që janë marrëdhënie biznesi, zoti Pacolli tani pretendon mos ta njohë fare kontratën e zotit Ademi. Pra atë që e quan nul dhe thot që unë jam 98% aksioner i aeroportit Vlorës dhe këtu ka nisur konflikti. Po, këtu është momenti i mosmarrëveshjes. Po pra këtu është momenti, po tani kjo do të sqarohet sepse këta nuk kanë bërë zbardhjen. Kërkon që të njihet si aksioner ose si ortak me 47% të aksioneve. Po. Jo, 47 i ka nga, po, 47. Po pra, e kërkon njën e 47% të aksioneve si pronare e aeroportit Vlorës, pra kompania 2 e zotit Valon Ademi. Nuk e, nese, ideja është që zoti Pacolli dhe zoti Ademi janë një konflikt në sensin kontraktual që këtë e sqaron shumë mirë kontrata që kanë pas ata. Ky është problemi duke. Po, duke, pra. Sepse në problemin pas lidhjes konfliktit, zoti Ademi pretendon se zoti Pacolli përmes ka arritur që përmes, si thuash, një parave ose financimi që ka marrë për shkak të lidhjeve me para ruse ose po, saktë. Pretendon që ky zotëri, me fjalë, Pacolli ta godasin për ta hequr nga kjo takrim. Kërkon ta godasin duke ja qytur nul kontratën zotit Ademi. Zoti Ademi kërkon të godasi Pacollin për shkak të rëndësisë kombëtare që ka një aeroport, kërkon ta godas duke treguar se financimi që ka ardhur për aeroportin rrezikon sigurinë kombëtare për shkak se parat që janë marrë janë para ruse. Ky është paradoksi total, që është edhe konflikti real në masht më të madh. Jo, ky s'është konflikti real, ky është konflikti që e kanë hedhë me gjelista, konflikti real është tjetër gjë. Konflikti real të nga pikpame strategjisë, jo nga pikpame interesit. Po, kështu që... Kjo është procedura, jo materia. Po, fiks. Unë besoj se kjo gjë sqarohet fare mirë me kontratën që kanë notariale përpara notarit, se si kanë rënë dakord pagjat, për shkak se edhe investimi. Ka edhe një gjë tjetër. Kur Pacolli shkon në Ramës, ka edhe një gjë tjetër. Shteti mund të ndërhyjë në rastin kur nuk zgjidhet konflikti midis tyre dyve. Ky është një vepër publike e cila nuk mund të bllokohet. Pra po flasim për 60 milionë euro, për një